Me mira qytetarë të Vlorës përdorin çdo ditë telefonin si një mjet të rëndësishëm komunikimi. Gjithashtu, zhvillimet teknologjike kanë shtuar më tepër varësi nga interneti, duke shtuar edhe përdorimin e ndjeshëm të aparatit celular dhe mjeteve të zgjuara të komunikimit. Sigurisht që për të komunikuar dhe lundruar në internet, qytetarët e Vlorës janë të detyruar që këtë shërbim ta marrin nga disa kompani telefonike të cilat gjenden në treg në rang vendi. Kompani këto që janë kthyer tashma në monopol dhe në vend të konkurrencës mes tyre për të patur kush e kush më shumë klient, janë unifikuar me të njëjta tarifa dhe shërbime kundrejt gjithë qytetarëve. Shërbime këto shpeshherë të cunguara që nëpërmjet një dakordësie të heshtur mes kompanive vinë me çmime tepër të larta, çmime abuzive për ekonominë e familjeve vlonjate. Krahas vështirësive të shumta ekonomike në bazë edhe të rrogave tepër të ulta apo dhe pensioneve, qytetarët e Vlorës po përballen edhe me abuzimin e çmimeve për sa i përket kompanive telefonike, të cilat rrisin çmime të produkteve të ndryshme në çdo muaj duke bërë situatën për qytetarët të papërballueshme. Në redaksinë e televizionit 6+1 Vlora, në hapësirën e mesazheve, vinë çdo ditë me qindra ankesa për kompani telefonike dhe ato të shërbimeve të internetit. Ankesa, raportime këto të cilat së pari denoncojnë rritjen e çmimeve të paketave të telefonit celulare dhe internetit. Sipas përdoruesve, një muaj paguajnë më pak dhe muajin tjetër çmimi vetëm rritet. Kjo tendencë e çmimeve në rritje ka ardhur nga muaj në muaj duke u bërë e papërballueshme për ta. Qytetarët konfirmojnë edhe faktin se ka ndryshime të çmimeve edhe në kontratat fikse. Një pjesë e konsiderueshme e klientëve besnik të kompanive ka lidhur me këto të fundit kontrata 12, 18 apo 24 muaj. Kontrata këto që nuk zbatohen nga ana e vet kompanive, të cilat rrisin çmimin pas muajve të parë të shërbimit. Sipas qytetarëve, ka edhe ndërprerje të shpeshta të internetit në to apo edhe valve telefonike, por këto kompani kanë filluar edhe transmetime televizive, të cilat edhe ato vinë me ndërprerje sinjali dhe abuzime të shumta në çmim. Përdoruesit e këtyre shërbimeve tregojnë edhe 10 raste në të cilat janë detyruar të firmosin të painformuar totalisht apo me oferta që shpalosen fillestare, të cilat për ta janë reklamuar si ideale, por më pas nuk kanë rezultuar as pak të tilla. Duke rënë prej mashtrimeve, ata kanë firmosur kontrata me vlera të konsiderueshme monetare çdo muaj dhe më pas, jo vetëm që kanë marrë shërbim të cunguar, por mbi të gjitha janë detyruar që për muaj me radhë të paguajnë tarifa të larta mujore vetëm në anëshkrimin e tyre. Raste ende edhe më shumë abuzive janë lidhjet e kontratave nëpërmjet telefonave, që i bëjnë kryesisht klientëve atyre në moshë të tretë që nuk janë të informuar me teknologjinë dhe mënyrën e funksionimit të këtij shërbimi. Theksohet këtu edhe fakti që lidhja e kontratave në mënyrë telefonike apo online pa firmën e klientit është rreptësisht e ndaluar, por edhe e dënuar në legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.